Lutja hënës dhe Me zemër shkrova janë dy libra me poezi të autorit Qesk Lukani që u promovuan së fundmi nga shoqata e shkrimtarëve të Shkodrës. Kryetari i kësaj shoqate, Zia Vuka, e lidhur me krijimtarinë e këtij autori, bëri këtë vlerësim. Qesku është një autor që do poezinë, do letërsinë, është dhe ndërton bukur atë, shkruan poezi lirike, poezi peizazhi, lirika familjare, ka tematikën patriotike, pra ka tematika të larmishme në veprën e tij dhe pak a shumë është një autor që zgjon interes për ta lexuar. E veçanta në radhë parë qëndron te motivet që përdor, pra se çdo autor i zgjeron motivet dhe nga ana tjetër ky ka të ndërthurur atë po them gjuhën e poezive, pra nuk e ka tërësisht të standardit, por nuk e ka tërësisht as të dialektit, por ka gjetë një rrugë të mesme për të ndërtuar vargun dhe për të sjellë po them emocionin në poezi. Ndërsa vetë autori thotë se formimi dhe edukimi i tij kanë ndikuar që ai të shkruajë për tema që konsiderohen të rëndësishme për shoqërinë. Sjell aromë dashurie për vendlinjen, për atë dheun, dashuri në përgjithësi. Unë kam shkruar për atë dheun, për natyrën, për dashurinë, kam bërë dedikime të veçanta për vendlinjen. Po thuaj se nga gjitha temat kam prekur. Dhe kjo dashuri është po thuaj se për dheun tim, për vendin tim, për të bukurën, për çka pëlqen njeriu. Çka pëlqen njeriu i mirë, njeriu i drejtë. Qesk Lukani, me origjinë nga Mirdita, vjen nga radhët e ushtrisë ku ka shërbyer për disa vite, ndërkohë që pasioni për të shkruar ka qenë të mbetet i pashtershëm në vetdijen e tij. Kjo u theksua dhe gjatë aktivitetit promovues të dy vëllimeve poetike si antar i shoqatës së shkrimtarëve shkodran.